Një 67 vjeçar identifikuar si Hysni Ymeri humbi jetën si pasojë e një shpërthimi të fuqishëm në hyrjen e pallatit ku ai banonte në lagjen Manush Halimani në Shkodër. Ngjarja e rëndë u regjistrua rreth orës 10:10 minuta, ku burime nga grupi hetimor bëjnë me dije për Vision Plus se kemi të bëjmë me shpërthim tritoli, ndonse në njoftimin paraprak për ngjarjen, policia tha se ka shpërthyer paneli matësve të energjisë elektrike. Hetimet ndryshuan pistën e ngjarjes, pasi dhe vetë OSHE reagoi duke sqaruar se boksi matësve nuk shpërthen, por në raste defektesh merr zjarr. Kjo ngre më shumë dyshimet për një atentat të mundshëm dhe lënda plasëse dyshohet se është vendosur në sahatet e energjisë. Për këtë qëllim nga Tirana mbërriti grupi i posaçëm i Forcave Gjenjo, që me grupin hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Hysni Ymeri jetonte në katin e 4 të pallatit me bashkëshorten, e cila mësohet se ndodhet në spital në momentin e ngjarjes tragjike pasi është e semor. 67 vjeçari ka qenë duke dalë nga pallati kur ka ndodhur shpërthimi. Pista para hetimit ku policia dyshon është ajo e gjakmarrjes pasi në vitin 1995 vëlla i viktimes është përfshirë në një ngjarje kriminale në Shkodër. Njësia antieksploziv pritet të përcaktojë dhe llojin e lëndës plasëse, si dhe nëse kemi të bëjmë me shpërthim të telekomanduar, pra shpërthim në distancë përmes celularit. Shpërthimi i cili mund të rezultonte fatal për shumë nga banorët e pallatit që banojnë aty ka qenë i fuqishëm, sa ka shkatruar plotësisht kutinë e matësve të energjisë në hyrje dhe disa pjesë metalike në shkallë.